Si në mbar vendin, edhe besimtarët musliman Firak kanë falur në orën 7:30 të mëngjesit të djeshëm namazin e Fitr Bajramit në xhaminë e qytetit pas një muaji agjërimi. Besimtarët e të gjitha grup moshave janë falur për mirësi, shëndet dhe fat në familjet e tyre. Ceremonisë së faljes i parapriu me fjalën e tij muftiu i Fierit Mikel Hazizolli, i cili përsolli mesazhin për më shumë respekt dhe dashuri ndaj njëri tjetrit dhe për më tepër besim, duke e konsideruar njeriun si pasurinë më të madhe që ka krijuar Zoti. Familja është e ardhmja e një kombë. Ajo është qeliza e shoqërisë. Sa më shëndosh të jetë familja, aq më ndritur do të jetë edhe ardhmja e kombit tonë. Të nderuar besimtarë, të mos mungojnë vëmendja jonë në këtë ditë gëzimin ndaj stresave të nevojë, asaj pjesë të shoqërisë që kanë më shumti se kur nevojë për mbështetjen tonë. E lutim Zotin Allahun Azza wa Jall që të mëshirojë të afërmit tanë për besimtarët që kanë ndëruar jetën. O Allah, shëroj të shëmurët tanë. O Allah, na jep begati e mirësi në familjen tonë. Fëmijët tanë e për të hajër, orë si zemrave, forcoj zemrat tona në fenë tanë. Mbushi zemrat me besim, udhëzona ne, familjet tona, shoqërinë tonë. O Allah, ti je dhuruesi i dashurisë, furnizoi zemrat tona me dashuri e mëshirë. Ceremonia u mbyll me lutje të përbashkët ku besimtarët e shumt kanë shkëmbyer me njëri tjetrin mesazhin e paqes dhe begatisë në çdo familje.